Kisha. Në anën e djathtë të fshatit ndodhet kisha e Artilevicës, e slavizuar Arhilevica. Koha e ngritjes së kësaj kishe katolike daton nga vitet 1400, edhe pse disa burime theksojnë ndërtimin e saj 6 vite para lindjes së Gjergj Kastriotit. Kisha ishte pjesë e manastirit të Hilandarit që në shekullin e 14 përmendet në hartën e despotes Jevdokia dhe të birit të saj Konstantinit. Manastiri i Hilandarit i njohur për përkatësinë e tij dhe lidhen me familjen dhe me vetë Gjergj Kastriotin. Gjergj Kastrioti me 300 kalorës të tij gjeti konak në fshatin Raovic, gjithsesi në kishën e fshatit, manastirin e fshatit, duke ngritur kampin në 2 anët e grykës së fshatit, anën e kishës dhe anën e Gurishtes. Fuqishëm në subkonsciencën e shqiptarëve të kësaj ane ishte që Gjergj Kastrioti kishte kaluar net në këtë vend për të pushuar dhe për të marrë informata për kalimin e rrugës prej fshatit Raovic për mëtej, duke ditur që një ndër garnizonit më të mëdha të ushtrisë osmane ishte në Tabanac. Rrugën Gjergj Kastrioti vazhdoi prej Raovicës, rrugës Rëzmalit e ashtu quajtur tash rruga Avranjës apo rruga e Muhaxhirëve, ndërsa për të slavizuar Serbia i emërtoi edhe disa kisha ortodokse serbe të ndërtuara gjatë kolonializmit pas vitit 1878 me emrin e Shën Gjergjit. Sipas dhënave të pleqve, që kum marrën, i kisha kjon majtës u kone katalikve, e parja. Ama me sundimin e këtin me mësi i kanë ardhën, e kanë marrua tjetërën, edhe asaj e kanë rru edhe derën bile, edhe kanë përvecu edhe ato. Në mbi kishën e katolike, është prani manastirit, se dhe me thonë me emna dhe me thonën pindim se kushën ko, prani manastirit, kisha, Kodra Petrit, Arakajës, prani Kajës, e këto janë dhe me thonë pindim që të katolikve, kisha ma vjetra është ajo, e këta pasardhjes e kanë përvecu edhe i kanë më këtë njëmën të vetin. Ju po thoni shqiptarëve në kohë? Këto e në kënë gjithë shqiptarëve, Kodra Petrit, Kodra Qetakve, është Fusha Kajës, prani Kajës, Kaja, lugi Palpadinës i thojnë nëllë, mua mali është, i palës, pala, Palpadina, e këto gjanët dhe me thonë.